Të nderuara zonja dhe zotrinj, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në këtë ngjarje. Kaq të nderuar, ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes së nderuar të huas historike. Official contract signing ceremony. Cristina Moll. Sot, realisht, na kemi një kontratë, që është një kredi ma e madhja që është jepë ndonjëherë në sektorin privat, që është 75 milion euro, por me mundësi edhe ma shumë, desha kemi projekte, kështu që këtë pjesë e kemi diskutuar. Pavarësisht që na ishëm mirë të konsoliduar, ku fillum bashkëpunimin me IFC-n, e pam që kemi shumë nevojë që konsolidimi jonë bëhet ma gjeneroz, ma i përsosun edhe ma i letë për të funksionu Prishtina Mall. Kjo rrugtim i joni që ka ardhur këtu është edhe vërtet financat që të mirësore na për zhvillim. Ku eksperiencën dhe qëndrueshmërinë e këtij biznesit është vlera më e madhe se vetë financimi. Përderisa do të kalojmë tek zoti Visar Perani, udhëheqës i zyrës së IFC-s për Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Bashkëpunimi mes IFC-s dhe Prishtina Mall po e dëshmon që IFC dhe Banka Botërore në përgjithësi ka besim në sektorin privat në Kosovë dhe shpresoj që disa prej klientëve që jeni këtu ose kompanive që jeni prezente këtu kemi bashkëpunuar edhe në mënyra tjera edhe ne jemi mos të hapur për ndihmë. Po përveç financimit, përvoja që e sillim na sa i përket këshillimeve është po çështë e rëndësishme. Në një kompani të tillë të madhe me një investim kaq të madh, tu i përfshit që janë 14 aksionar, shumë specifikisht 14 aksionar, me një kompani të huaj menaxhuese nga Portugalia është ka qenë domosdoshmëri që me pas një qeverisje të mirë korporative. This to say that we are passing now for a different stage of the life of Prishtina Mall. One that is not only securing us, strengthening us financially, but also helping us in attracting new tenants and also moving forward a more sustainable and digitally future. So we are very optimistic. Also this agreement with IFC allows us to keep or underscores our high standards in corporate governance, in business ethics and integrity, values that are since the beginning in the operation in the heart of Prishtina Mall.